Të nderuar të rishkues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një ditë pas depozitimit në gjykatën kushtetuese të ankimimit të Erion Veliajt që kundërshton shkarkimin nga Këshilli i Ministrave, kreu i qeverisë ka vijuar me procedurën për zgjedhjen e pjesshme teksa ka dërguar në presidencë vakancën për Bashkinë e Tiranës dhe 5 bashki të tjera. Presidenti Bajram Begaj ka 48 orë për të vendosur nëse do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e ri në Bashkinë e Tiranës apo nëse kjo bashki nuk do të përfshihet deri në një vendim të gjykatës kushtetuese. Vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt dhe njoftimin e Presidentit të Republikës Bajram Begaj për krijimin e vakancës në Bashkinë e Tiranës ka nxitur debate mbi legitimitetin e procedurës dhe respektimin e parimeve kushtetuese. Ky vendim shënon një precedent, pasi kryebashkiaku është shkarkuar pa një vendim gjyqësor të formës së prerë, ndërkohë që prezumohet i pafajshëm dhe ka ankimimin e tij në gjykatën kushtetuese për shkak të antikushtetueshmërisë së procesit. Pas vendimit të Veliajt, gjykata kushtetuese publikoi regjistrimin e çështjes dhe caktuar si relatore Sonila Bejtia. Sipas nenit 115 të kushtetutës, në rast se një i zgjedhur vendor ka paraqitur pretendime për shkelje të kushtetutës në procesin e shkarkimit nga qeveria, vendimi ekzekutiv pezullohet deri në vendimin përfundimtar të organit kushtetues. Konstitucionalistët shpjegojnë se ky mekanizëm siguron një mburojë ligjore për zgjedhjet vendore, duke garantuar autonominë lokale dhe duke parandaluar ndërhyrje të mundshme të ekzekutivit. Në një reagim zyrtar, gjykata theksoi se publikimi i regjistrimit të kërkesës për ankimim është ekuivalent me njoftimin publik dhe sinjalizon presidencën dhe kryeministrinë se vendimi për shkarkimin e Veliajt është në shqyrtim kushtetues, duke konsideruar automatikisht të pezulluar. Megjithatë, Këshilli i Ministrave në një shkresë zyrtare i komunikoi presidentit Bajram Begaj datën e zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë e Tiranës, duke hapur rrugën për dekretim brenda 48 orëve. Situata e krijuar ka ngjallur dilema ligjore dhe politike. Presidenca mund të zgjidhë të interpretojë ndryshe këtë proces nga qeveria, duke bërë një lexim të veçantë kushtetues për çështjen e pezullimit dhe dekretimit të zgjedhjeve. Ky zhvillim do të vendosë precedent në mënyrën se si mund trajtohet në të ardhmen raste të ngjashme të shkarkimit të zgjedhurve vendor. Ndërkohë, aktorët politikë dhe juristët paralajmërojnë se vendimi i ardhshëm i presidentit mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për raportin mes ekzekutivit dhe institucioneve kushtetuese, duke shtuar tensionet për respektimin e ligjit dhe autonomisë vendore në vend. Partia Demokratike reagoi pas vendimit të qeverisë për t'i përcjellë presidentit vakancat në 6 bashki përfshirë dhe Tiranën. Gazmend Bardhi akuzoi kryeministrin Rama për kapje të institucioneve dhe ironizoi presidentin Begaj, duke theksuar se kushtetuta e pezullon automatikisht vendimin e qeverisë derisa të shprehet gjykata kushtetuese. Pas përfundimit të konferencës së kryetarëve, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi doli në një deklaratë të fortë ndaj institucioneve që sipas tij po injorojnë parimet kushtetuese. Reagimi i tij vjen pasi Këshilli i Ministrave me firmën e sekretarit përgjithshëm Angela Gaxhi i dërgoi presidentit Bajram Begaj listën e 6 bashkive ku është shpallur vakanca për kryetar mes tyre edhe Tirana. Në fjalën e tij, Bardhi kërkoi që presidenti të mos veprojë si zgjatimi i qeverisë por të zbatojë kushtetuton, e cila sipas tij e pezullon automatikisht vendimin e ekzekutivit për shkarkimin e Erion Veliajt derisa gjykata kushtetuese të jap një vendim përfundimtar. Kushtetuta është e qartë, qoftë për organin që vendos për shkarkimin, qoftë për të drejtën e ankimit që ka organi i shkarkuar. Dhe në mënyrë automatike, thot kushtetuta, vendimi i shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti i Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Pra në përputhje me kushtetuton, presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjes. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bajram Bega i ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Në deklaratën e tij, Bardhi ngriti dhe një thirrje për gjykatën kushtetuese që sipas tij duhet të japë sqarime të qarta për pezullimin e vendimit të qeverisë në mënyrë që të shmanget një përplasje institucionale. Dhe në gjykimin tim, edhe për të shmangur një përplasje
institucionale, gjykata kushtetuese nuk do duhet kursehet vetëm me regjistrimin në regjistër, po duhet të sqarojë që vendimi i Këshillit Ministrave është pezulluar. Unë pres ta shpall Shqipërinë edhe Republikë Kryeministrore. Pra, çdo gjë që i shkon nga Edi Rama nuk konsultohet as me kushtetut dhe as gjë tjetër, ka vetëm një Bibël, Kuran, që është urdhri i kryeministrit Edi Rama. Qeveria ka shpallur vakanca për 6 bashki, Vlorë, Beratin, Matin, Cerrikun, Tepelenën dhe Tiranën. Tashmë pritet vendimi i Begajt, i cili sipas ligjit ka afat 48 orë për të dekretuar datën e zgjedhjeve të pjesshme. Mbledhja e kësaj të martë e konferencës së kryetarëve u shoqërua me përplasje të ashpra mes opozitës dhe mazhorancës. Demokratët kërkuan miratimin e mocionit me debat për prioritetet e shpallura të qeverisë dhe rolin e krimit të organizuar në jetën publike. Nga ana tjetër, socialistët theksuan se kërkesa nuk respekton rregulloren dhe duhet të riformuluar. Përplasja zbuloi edhe një herë mungesën e dakordësisë politike mbi çështjet kyçe që lidhen me integrimin evropian. Mbledhja e konferencës së kryetarëve u zhvillua në një atmosferë të tensionuar, ku kërkesat e opozitës për programin e qeverisë dhe për genocidin serb në Kosovë u refuzuan. Mazhoranca argumentoi se ato pinin tesh me rregulloren e kuvendit dhe vetëm pas riformulimit të një çështje të vetme mund të kenë dakordsinë e shumicës. Rregullore kuvendit përcakton që mocioni me debat thirret për një çështje të veçantë. Dhe jemi gjendur para një kërkese që kishte 6 grup çështje. Dhe i kam kërkuar që ta sillin në përputhje me rregullore. Kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi konsideron këtë një tentativë për të bërë kuvendin me mec. Edhe pse kërkesa e opozitës është tërësisht në përputhje me rregullorën, mazhoranca doli edhe një herë zbuluar që nuk dëshiron debat parlamentar. Sot dolën zbuluar edhe pse nuk lejuan debatin parlamentar në seancën e datës 18 shtator, ku programi i qeverisë dhe përbërja e Këshillit Ministrave kaloi në votim pa debat. Sot u rrëzua edhe alibia e trash që opozita nuk dëshironte debat, se prishi seancën, sepse vota e sotme në konferencën e kryetarëve dëshmuan qartë se kush janë ata që ikin debatit parlamentar. Kush e don kuvendin e Shqipërisë që të jetë me mec, të mos diskutoj, të mos debatoj, të mos analizoj. Është e paimagjinueshme për çdo parlament funksional në çdo vend demokratik që qeveria, pra shumica, të ikë debatit për prioritetet e qeverisë. Në të njëjtën linjë, kreu i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Edi Blushi akuzoi mazhorancën për shkelje të parimeve kushtetuese. Ai theksoi se refuzimi për të pranuar mocionin lidhet me frikën e qeverisë nga aferat që rëndojnë dhe që sipas tij do të ekspozohen përmes debatit parlamentar. Gjykata e lartë nuk arriti të sigurojë shumicën e cilësuar prej 3 të 5-tave për asnjërin nga kandidatët e propozuar për gjykatën kushtetuese. Në votimin me 14 pjesëmarrës, Naureta Llagami mori 8 vota, Asim Vokshi 6, ndërsa Florian Ballhysa mbeti pas një mbështetje. Megjithse Llagami siguroi më shumë vota, ligji përcakton që fituesi është kandidat i rënditur i pari nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, duke i dhënë kështu mandatin Asim Vokshit. Ai do të zëvendësojë Holta Zaçaj në kushtetuese, ndërsa mbetet bosh një tjetër vend i lënë nga Elsa Toska. Procesi i votimit në gjykatën e lartë për të zgjedhur anëtarin e ri të gjykatës kushtetuese nuk solli një shumicë së qartë për asnjërin prej kandidatëve të vlerësuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. 3 emrat në garë ishin Asim Vokshi, anëtar i gjykatës së lartë, Naureta Llagami, ish kryetare e Këshillit të lartë gjyqësor dhe Florian Ballhysa, ish komisioner publik i procesit të vetingut. Në seancën ku morën pjesë 14 anëtar të gjykatës së lartë, votat u ndan mes 2 kandidatëve kryesor. Llagami mori 8 vota, ndërsa Vokshi u mbështet nga 6 gjyqtar. Ballhysa nuk arriti të marrë asnjë vot. Pavarësisht kësaj ndarjeje, sipas dispozitave ligjore, për zgjedhjen e anëtarëve të kushtetutës kërkohet një shumicë e cilësuar prej 3 të 5 të pjesëmarrësve, që në këtë rast barazohej me 8.4 vota, një kufi pamundur për të përmbushur praktikisht. Në këtë situatë, neni ligjor përcakton se përfiton kandidati i rënditur më lart në listën hartuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi për rrjedhoi Asim Vokshi, ndonse mori më pak vota se Naureta Llagami, shpallet antari i ri
gjykatës kushtetuese, duke zëvendësuar gjyqtarin Holta Zaçaj. Me këtë emrim, gjykata kushtetuese ka aktualisht 8 anëtar nga 9 që parashikon ligji. Ende mbetet e paplotësuar vaganca e krijuar pas dorëheqjes së Elsa Toskës, e cila i takon të zgjidhet nga Kuvendi i Shqipërisë. Kështu, institucionit i mbetet ende një hap për të qenë funksional në përbërje të plot, ndërsa procesi i emërimeve vijon të mbetet një ndër sfidat kryesore për sistemin e drejtësisë. Mbi 721.000 pensionistë në Shqipëri do të përfitojnë një rritje prej 2.5% të pensioneve, si në zonat urbane, ashtu edhe në ato rurale. Indeksimi bazuar mbi çmimet e konsumit pritet i kushtojë buxhetit të sigurimeve shoqërore mbi 1.1 miliard lek. Nga 1 tetori pensionistët do të kenë më shumë para në xhep. Sipas vendimit të qeverisë, mbi 721.000 përfitues do të përfshihen në indeksin e 2.5%, i cili llogaritet çdo vit në bazë të shportës së madrave dhe rritjes së çmimeve të konsumit. Nga kjo rritje, mbi 630.000 pensionistë në zonat urbane dhe rreth 91.000 në zonat rurale do të kompensohen për shtrejtësimin e kostove të jetesës. Konkretisht, një pensionist në zonat urbane që merr mesatërisht 19.609 lek pas indeksimi do të përfitojë rreth 490 lek më shumë në muaj, ndërsa për pensionistët në zonat rurale me pensionin mesatar prej 11.878 lekësh, shtesa mujore do të jetë 296 lek. Është normë e cila pasqyron rritjen e çmimeve për shportën e pensionistëve, është pak më e lartë se sa norma mesatare e indeksit të konsumit për periudhën korrik 2024-gusht 2025, që është periudha referencë e cila merret në konsiderat për indeksimin e pensioneve. Dua të theksoj që nuk duhet të kategorizohet si një rritje e pensioneve. Indeksimi është rregullim i pensioneve sa i takon çmimeve dhe është një proces dhe një politikë të cilën ne e kemi ndjekur çdo vit dhe do të vijojmë ta ndjekim çdo vit, pasi duhet të garantojmë që rritja e çmimeve nuk ndikon në masën e përfitimit të pensioneve. Rritja do të përfshijë pensionet e pleqërisë, invaliditetin dhe ato familjare, duke i kushtuar buxhetit të sigurimeve shoqërore 1 miliard dhe 140 milion lek. Kjo shtesë do të aplikohet edhe për qytetarët që dalin në pension duke filluar nga 1 tetori. Në konferencën e saj të parë si ministre e ekonomisë dhe inovacionit, Delina Ibrahimaj foli edhe për politikat e reja të qeverisë. Unë besoj fort që nëpërmjet këtij plani dhe nëpërmjet reduktimit të përdorimit të keshit në ekonomi, do të arrijmë që të kemi reduktim të ekonomisë informale që do të garantoj një konkurrueshmëri më të lartë dhe një treg më të mirë për zhvillimin e sektorit privat në vend. Ministra Ibrahimaj e konsideroi gjithashtu pozitive rritjen ekonomike prej 3.5% të këtij viti, duke theksuar se është mbështetur kryesisht nga rritja e pagave në administratë dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme. I me të tjera informacione, një shpërthim i fuqishëm tronditi qytetin e Lushnjës në orët e para të mëngjesit pasi një sasi tritoli u vendos në një pallat të lagjes Gafur Muço. Fatmirësisht, ngjarja nuk shkaktoi viktima, por dëme materiale të cilat janë të konsiderueshme dhe shkaktuan frikë mes banorëve. Objektivi i sulmit ishte banesa e Shaqe Gjatës, nëna e Klea Gjatës, e njohur për lidhjen e saj të kaluar në botën e krimit. Policia ka nisur hetimin duke verifikuar disa pista përfshirë dhe ato të një vendosje të qëllimshme për përfitime të tjera. Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur në Lushnjë rreth orës 01 të mëngjesit, ku një sasi lëndëplasës së shpërtheu në katin e parë të një pallati parafabrikat në lagjen Gafur Muço. Forca e shpërthimit ishte e tillë që u dëgjua në të gjithë qytetin, duke krijuar panik mes banorëve. Nga shpërthimi u dëmtua fasada e pallatit e veshur me polisterol, në cilën u shkëput tubi ujërave të shiut dhe u thyen xhamat e një apartamenti në katin e dytë. Megjithatë, fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe dëmet kanë mbetur vetëm materiale. Shpërthimi ndodhi në banesën ku jeton Shaqe Gjata, 57 vjeç. Në momentin e ngjarjes ajo ndodhi vetëm në shtëpi, pasi e bija Klea Gjata ishte në Tiranë. Emri Klea Gjatës ka qenë i pranishëm më herët në dosje të rëndësishme kriminale. Ajo ishte e dashura e Lart Haxhis, i dënuar me burgim të përjetshëm për disa vrasje, ndërsa në vitin 2023 u arrestua në kuadër të operacionit Kur Mos Harro, pas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, i cili zbardhi disa prej krimeve të grupit të Haxhiut. Klea Gjata u akuzua për përkrajet e autorit të krimit dhe moskallëzim krimi, por një
ditë më pas, gjykata e posaçme vendosi ta lirojë nga qelia duke i vendosur masën e ndalimit të daljes së jashtë shtetit. Pas shpërthimit të fundit, policia mori në pyetje shaqe gjatën, por ajo deklaroi se nuk ka asnjë dyshim se kush mund ta ketë vendosur Tritolin. Hetimet janë përqendruar në disa pista, përfshirë edhe mundësinë e një vendosje të qëllimshme të lëndës plasëse për të kërkuar përfitime si kërkesa për azil jashtë vendit. Njëkohësisht, autoritetet po shqyrtojnë edhe mundësinë që ngjarja të ketë lidhje me të kaluarën e Klea Gjatës dhe kontaktet e saj me grupet kriminale. Ngjarja ka shkaktuar frikë të madhe tek banorët e pallatit, një pjesë të cilëve janë larguar nga banesa e tyre gjatë natës të tronditur nga shpërthimi. Policia e Lushnjës në bashkëpunim me strukturat qendrore është duke mbledhur prova nga vendngjarja dhe ka shpadur prioritet zbardhjen e autorëve të kësaj ngjarjeje që rikthen tensionin e kriminalitetit në qytet. Gjykata e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm ka dhënë vendimin përfundimtar ndaj biznesmenit italian Francesco Becchetti, duke e dënuar atë me 12 vite burg. Vendimi i formës së prerë erdhi pas bashkimit të dënimeve sipas nenit 55 të Kodit Penal, ndërsa u lehtësuan dënimet edhe për bashkëpunëtorin e tij, Mauro De Rensis. Biznesmeni italian Francesco Becchetti është dënuar përfundimisht me 12 vite burg pas vendimit të dhënë nga apeli dhe me jurisdiksion përgjithshëm. Vendimi i sotëm mbyll një proces gjyqësor të gjatë kundaj tij ishin ngritur akuzat të rënda që lidhen me afera korruptive e mashtruese në Shqipëri. Gjykata aplikon nenin 55 të Kodit Penal duke bashkuar dënimet edhe në më parë. Në vitin 2022, gjykata e Tiranës kishte shpadur Becchettin fajtor dhe kishte dënuar me 17 vite burg për kryerjen e 4 veprave penale, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, krijimi i skemave mashtruese, pastrimi i parave dhe falsifikimi. Po ashtu, apeli uli dënimin edhe për bashkëpunëtorët e tij, Mauro De Rensis, nga 16 në 12 vite, ndërsa për pjesën tjetër të grupit të akuzuar dënimet mbeten të pandryshuara. Francesco Becchetti ishte shpadur në kërkim nga shteti shqiptar që prej vitit 2015, kur ndaj tij u lëshua urdhër arrest ndërkombëtar dhe u vendos sekuestrimi i pasurive të tij në Shqipëri, përfshirë edhe televizionin Agon Channel. Becchetti kishte hyrë në tregun shqiptar në fund të viteve 90, ku mori në koncesion ndërtimin e hidrocentralit të Kalivaçit, por akuzat për mashtrime financiare dhe pastrim parash çuan në një nga proceset më të zgjatura gjyqësore me johon të madhe ndërkombëtare. Në seancën e radhës të zhvilluar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen Plumbi Art, bashkëpunëtori i drejtësisë Erion Alibej ka dhënë dëshmi mbi 2 vrasje të ndodhura në korrik të vitit 2020. Ai ka rrëfyer detaje mbi vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe tentativën për vrasjen e Bujar Çelës, vëllait të Talo Çelës. Erion Alibej ka treguar para trupës gjykuese se Emiliano Ramazani ishte një person shumë i afërt me Talo Çelën dhe Mikael Qosen, duke theksuar se kishte mbledhur informacione të shumta për Ramazanin nga Ardian Çollaku, Julian Hoxha dhe persona të tjerë të përfshirë. Sipas Alibej, Julian Hoxha ka qenë përgjegjës për mbikëqyrjen e Ramazanit, duke ruajtur atë tek palestra deri në momentin e ekzekutimit. Bashkëpunëtori i drejtësisë deklaroi se komunikimi me Julian Hoxhën është bërë përmes aplikacionit të koduar SkyCC dhe se ka marrë pagesa të vogla për informacionet që siguron. Ai shtoi se ka komunikuar me Nurettin Tumanin për të transferuar shumën 85.000 euro tek Arsen Preci në lidhje me vrasjen e Ramazanit. Në lidhje me vrasjen e Bujar Çelës, Alibej ka treguar se ishte skerditase i njohur si Nipçi, ai që e kishte ngarkuar, por sulmi nuk u realizua. Ai ka theksuar se edhe për këtë ngjarje Julian Hoxha ka qenë burimi i informacionit duke komunikuar përsëri përmes aplikacionit SkyCC dhe se besonte tek të dhënat e tij pasi ato përputheshin me të vërtetën. Seanca e radhës do të vijojë me sqarimin e detajeve të mëtejshme për përfshirjen e të akuzuarve dhe rolin e secilit në këtë ngjarje, ndërsa GKK vazhdon hetimet për rrjetin kriminal të lidhur me dosjen. Rreth 100 gram tritol i aktivizuar me fitil dyshohet se shkaktoi shpërthimin në parkingun e një restoranti në Fushkruj mbrëmjen e së hënës. 2 automjete u dëmtuan, ndërsa policia ka nisur një hetim të gjerë duke përfshirë pronarët e restorantit, stafit dhe klientët e pranishëm. Rreth 100 gram tritol i aktivizuar me fitil dyshohet se shkaktoi shpërthimin në parkingun e një restoranti në Fushkruj mbrëmjen e së hënës. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 në zonën e Fushkrujës, ku një person ende i pa identifikuar dyshohet se hodhi një sasi tritoli në parkingun e një restoranti të frekuentuar nga banorët lokal. Shpërthimi i fuqishëm tronditi të gjithë zonën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. 2 automjete u dëmtuan rënd, njëri kryetarit njësisë administrative Ilir Loci dhe tjetri
Ervin Kadiut. Të dy pronarët e mjeteve janë marrë në pyetje nga hetuesit dhe kanë deklaruar se nuk ishin konflikte të hapura që mund ta lidhin ngjarjen me të. Megjithatë, policia nuk ka përqendruar hetimet vetëm tek viktima direkte. Shpërthimi po konsiderohet si një mesazh i mundshëm dhe ndaj grupi hetimor ka nisur një verifikim të detajuar të gjithë personave që ndodheshin në restorant në momentin e ngjarjes, duke përfshirë pronarët, stafin dhe klientët. Hetuesit po shqyrtojnë pamjet e kamerave të sigurisë nga zona për të identifikuar personin që hodhi lëndën plazëse dhe për të përcaktuar motivet që mund të kenë shtyrë në këtë akt. Po ashtu po mblidhen dëshmi nga fqinjët dhe afërmit e të dëmtuarve në përpjekje për të identifikuar çdo konflikt të mundshëm që mund të ketë çuar në ngjarje. Domet materiale kanë përfshirë vetëm automjetet, por edhe infrastrukturën përreth parkingut dhe fasadat e lokalit. Autoritetet po analizojnë gjithashtu pistën e përdorimit të shpërthimit si mesazh për ndonjë aktivitet kriminal, përfshirë këtu mundësinë e përfshirjes së grupeve të organizuara. Hetimet janë zgjeruar për të përfshirë çdo informacion që mund të lidhet me sjellje të dyshimta, lidhje të mëparshme të përfshirëve në krimin e organizuar apo edhe të identifikuar individ që mund të kenë dashur të përdorin incidentin për përfitime të jashtme. Do të ecim me të tjera informacione. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që seanca konstituive e kuvendit të nisur me 15 prill të konsiderohet ende e papërfunduar. Deputetët kanë 12 ditë kohë nga hyrja në fuqi e akt gjykimit për të çuar procesin deri në fund, duke zgjedhur edhe nënkryetarin nga rallët e komunitetit serb. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka shpadhur të martën akt gjykimin mbi çështjen e ngritur nga lista serbe, duke vendosur që seanca konstituive e kuvendit e nisur me 15 prill nuk ka përfunduar. Ky proces duhet të mbyllet brenda 12 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit të 30 shtatorit. Në arsyetimin e saj, gjykata thekson se ende nuk është zgjidhur nënkryetari i kuvendit nga komuniteti serb, një pozitë e rezervuar sipas kushtetutës dhe ligjit. Deri më tani është zgjidhur vetëm nënkryetaria nga minoritetet jo serbe, Emilia Rexhepi, ndërsa kandidatët serb nuk kanë arritur të sigurojnë votat e nevojshme pavarësisht disa raundeve votimi. Lista serbe kishte ankimuar vendimin e kryetarit kuvendit Dimal Basha, i cili e shpadhi institucionin të konstituar pas zgjedhur nënkryetarin serb. Për këtë arsye, kushtetuesja vendosi një masë të përkohshme që ndalonte formimin e qeverisë së re deri në 30 shtator, duke pezulluar procesin politik për muaj me radhë. Ndërkohë, vendimi është shoqëruar me reagime të forta. Lëvizja vetvendosi, fituesi e zgjedhjeve të 9 shkurtit me 48 ulse në kuvend, e ka kritikuar masën e vendosur nga gjykata kushtetuese, duke quajtur pengesë të panevojshme. Presidenti Vjosa Osmani nga ana e saj ka paralajmëruar se bllokimi i kuvendit për shkak të moszgjedhjes së një nënkryetari nga pakicat kur kryesia ka kuorum cënon themelet e shtetit. Osmani ka theksuar se kushtetuta nuk e parashikon votimin në paketë të 2 nënkryetarëve të pakicave, siç pretendon lista serbe, dhe se rregulloria e punës së kuvendit nuk mund të mbivendoset mbi aktin themeltar të shtetit. Kosova ndodhet prej muajsh në një krizë institucionale, pasi partitë e mëdha shqiptare nuk kanë arritur marrëveshje për formimin e institucioneve të reja. Përpasoj, gjykata kushtetuese është detyruar të ndërhyjë disa herë me vendime që kanë ndaluar plotësisht procesin politik. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, përveç vetvendosjes që doli forcë e parë, Partia Demokratike e Kosovës siguroi 24 ulse, Lidhja Demokratike 20, Lista Serbe 9 dhe koalicioni AAK-Nisma 8, ndërsa 11 mandate i takuan partive të tjera të pakicave. Faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje të përsëritura që institucionet e Kosovës të formohen sa më parë, duke e cilësuar zvarritjen e procesit si pengesë serioze për stabilitetin politik dhe për përparimin drejt integrimit evropian. Masa e pezullimit të kuvendit të Kosovës vendosur nga gjykata kushtetuese me 5 shtator përfundon këtë të martë, por kriza institucionale mbetet e pazgjedhur. Vendimi u mor pas ankesës së listës serbe, e cila konstituoi mungesën e zgjedhjes së nënkryetarit të saj nga organi ligjvënës. Kryetari i kuvendit Dimal Basha ka deklaruar se konstituimi është i plotë, ndërsa presidenti Vjosa Osmani paralajmëroi hapjen e radhës për mandatarin e qeverisë. Megjithatë, sigurimi i shumicës së nevojshme për formimin e ekzekutivit të ri mbetet një sfidë e madhe për Albin Kurtin dhe vetvendosjen. Pas rreth 3 javësh pezullim të punimeve, kuvendi i Kosovës pritet të rikthehet këtë të martë në aktivitet pas përfundimit të masës së vendosur nga gjykata kushtetuese me 5 shtator. Ky është pezullimi i dytë brenda pak muajsh, pasi edhe në korrik u mor një vendim i ngjashëm gjithnjë me kërkesë të listës serbe. Forca politike u përfaqëson komunitetin serb në Kosovë, ka kontestuar procedurat e ndjekura gjatë konstituimit të kuvendit, duke theksuar se zgjedhja e nënkryetarit që i takon pakicës serbe është një hap i domosdoshëm për përmbylljen e procesit. Në anën tjetër, kreu i kuvendit
Dimal Basha shprehur se institucioni është konstituuar ligjërisht dhe nuk mund të mbetet peng një posti të paplotësuar, duke hedhur poshtë pretendimet se punimet nuk mund të vijojnë. Megjithatë, ai nuk ka dhënë detaje për mënyrën se si do të procedohet pas përfundimit të pezullimit të kushtetues, çka mban hapur pikpyetje mbi funksionin e mëtejshëm të legjislativit. Presidenti Vjosa Osmani nga ana e saj ka paralajmëruar se me përfundimin e pezullimit do të ndërmarrë hapin e radhës, duke i dhënë mandatin me formimin e qeverisë dhe partisë më të madhe në kuvend, vetëvendosje, por ky hap shoqërohet me një tjetër sit madhore, sigurimin e votave për formimin e qeverisë. Partia Albin Kurti të shumë larg shumicës absolute me prej 61 deputetësh e negociatat me partitë e tjera nuk kanë sjellë deri më tani një marrëveshje të dukshme. Kjo e bën procesin e krijimit të ekzekutivit dhe më të vështirë se sa zgjedhja e kryetarit të kuvendit, duke e lënë vendin në pasiguri të thellë politike. Nëse nuk arrihet një kompromis, krisa institucionale në Kosovë rrezikon të zgjatet, duke vonuar jo vetëm funksionimin normal të kuvendit, por edhe nisjen e punës së qeverisë së re. Procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Hagut u rinis këtë të martë me dëshminë e Gjok Kovej, ish zëvendës i përfaqësuesit të OKB-s në Kosovë. Kovej tha se gjatë periudhës së vitit 1999, Hashim Thaçi nuk kishte marrëdhënie të drejtë për drejta me komandantën të Derend dhe nuk ushtronte kontroll të rëndësishëm mbi UÇK-n. Sipas tij, ushtria çlirimtare e Kosovës funksiononte më shumë si një lëvizje me autonomi të gjerë për komandantët lokal. Në seancën e së martës, dhomat e specializuara të Hagës dëgjuan dëshminë e Gjok Kovej, i katërti për mbrojtjen e ish-presidentit Hashim Thaçi. Kovej, i cili ka shërbyer si zëvendës përfaqësues special të sekretarit të OKB-s në Kosovë, Bernard Kushner, shpjegoi se gjatë viteve të konfliktit të Kosovës nuk ishin vërejtur që Thaçi të kishte ndikim të drejtë për drejtë mbi operacionet e UÇK-s. Ai theksoi se ushtria çlirimtare e Kosovës kishte karakter të decentralizuar. Ne kuptonim që UÇK-ja ishte më shumë se një lëvizje se sa një ushtri, ku komandot lokale vepronin me një autonomi të gjerë. Ata vendosnin për veprimet e tyre në zona dhe nuk ishin nevojë të raportonin çdo gjë te Thaçi. Kovej shtoi se marrëdhënia e ish-presidentit me komandantët ishte ndërlikuar dhe se ishte pamundur që një udhëzim apo urdhër i tij të menaxhohej në terren. Dëshmitarët gjithashtu theksuan se nuk ishte një komando qendrore efektive në UÇK gjatë viteve 1999, duke e përshkruar organizatën si një rrjet decentralizuar ku çdo njësi apo komandant kishte lirinë të vendoste për veprimet në fushën e tyre të operimit. Qëndrimi i Kovej mund të ketë një peshë të madhe në mbrojtjen e Thaçit, duke vënë në dyshim mundësinë që ai të ketë dhënë urdhra të drejtë për drejta për veprimet e njësive të UÇK-s. Seanca vazhdon dhe pritet që mbrojtja të therrasë dëshmitar të tjerë për sqaruar rolin e ish-presidentit gjatë periudhës së konfliktit, duke hedhur në dritë mbi strukturën e komandos dhe mënyrën e funksionimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 tetor do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët. Priten vranësira të lehta dhe kalimtare në pjesën më të madhe të vendit, të cilat do të shtohen në relievet malore gjatë orëve të mesditës, por pas sjell rreshje të konsiderueshme. Dita do të jetë ngrohtë duke ruajtur vlerat e larta të temperaturës me një rënje të lehtë krahasuar me ditët e fundit të shtatorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 10 orë diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet, era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 1 tetor 2025 pritet të jetë 6 deri në 7. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 29 gradë. Kukës, 16 deri në 25 gradë Celsius. Peshkopi, 17 deri në 26 gradë. Tiranë, 19 deri në 29 gradë Celsius. Durrës, 20 deri në 28 gradë. Kavaj, 20 deri në 28 gradë Celsius. Elbasan, 19 deri në 29 gradë. Berat, 19 deri në 29 gradë Celsius. Korçë,
16 deri në 25 gradë. Vlorë, 21 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër, 18 deri në 28 gradë. Sarand, 20 deri në 28 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 tetor 2025 do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët dhe i ngrohtë. Vranësira do të jenë shumë të pakta dhe të shpërndara. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 27 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 5. Lindja e diellit në Prishtinë më 1 tetor 2025 është në orën 6:25 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 1 tetor 2025 është në orën 18:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 14 deri në 25 gradë. Podujev, 13 deri në 24 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 24 gradë. Pej, 14 deri në 26 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 25 gradë. Gjakov, 14 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 25 gradë. Gjilan, 13 deri në 24 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 24 gradë. Kaçanik, 13 deri në 24 gradë Celsius. Suhare, 14 deri në 26 gradë. Prizren, 15 deri në 27 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicione të tjera.